Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Kur ma shumë se këtë vit, populli i Kosovës nuk ka kërku drejtësi. E vetmja kërkesë ka qenë drejtësi për të akuzuarit në Hagë, në krye me Hashim Thasin, Kadri Veselin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin. Po dhe të tjeret, ndonë se tashmë ka të dënuar me aktgjykim të formës së prerë, siç është rasti i Sali Mustafës, Calit. Në krye të kërkesës për drejtësi ka qëndruar organizatat e dala nga lufta, përkatësisht Gazmend Sylla, i cili është bërë pjesë e kryesisë së OLV-UÇK-s nga janari i këtij viti. Kjo organizatë deri si vjet nuk e ka pas këtë rol, nuk e ka pas këtë funksion. Ka takuar shumë ambasador, shumë diplomat, qoftë në ambasada, qoftë duke i pritur në zyrat e tyre. Madje ka depërtuar edhe jashtë Kosove. Dhe një prej takime më të rëndësishme që ka pas është takimi në Vatikan me një prej kardinalëve me mendikim në këtë shtet që udhëheq botën katolike. Organizatat e dala nga lufta kanë organizuar të paktën 5 protesta të mëdha. E para në Prishtinë, e dyta në Tiranë, e treta në Hagë, e katërta në Strasburg dhe e fundit në Shkup. Ndikimi dhe mesazhi që ka dhënë për drejtësi, besoj që ka shkuar në adresën e duhur. Gazmend Syllën e kemi në studio bashkë me Visarin, me cilin do të flasim për këtë çështje, për këto tema, për procesin e Hagë dhe organizimet e tjera që uroj dhe shpresoj të jenë më të pakta pasi të shpallet një aktgjykim lirues atë që e presin shumica e popullit Kosovës. Gazmend Sylla, mirë se erdhe në studio. Mirë që gjitha, faleminderit. Mirë mbrëma. Fola për mbledhtas për një aktivitet goxha të madh. Pra duhen shumë fjali për ta përmbledhur gjithë atë që keni bërë. Ju jeni pjesë e organizatës e veteranëve të luftës. Tani unë e di që nuk e pranon për shkak të modestisë edhe ai që je, por ka një imazh tjetër, ka një frym tjetër. Tash nuk është e diskutueshme më që a ju takojnë diplomata jo. Si ndodhi ky transformim i kësaj organizate? Në fakt, si organizatë e veteranëve të luftës, ne kena pasur një handicap madh, për shkak se kishim këtu për 4 vite më shumë edhe kryetarin Kucati, po edhe nën kryetarin Haradinaj, sepse ata ishin dënuar edhe të burgosur në gjykatën speciale atje. Organizata funksionoi me sekretarin, po prapse pas qenë edhe i zoti shtëpisë kryetari, pra nuk mund të funksionuar ashtu që duhet, që më përballë këtyre padrejtësive që po ndodhin. Po ata kanë qenë edhe më herë. Po sigurisht. E prandaj, me qenë se ata u kryn, ne kishim kuvendin zgjedhor, i mbajtëm zgjedhjet e brendshme që i kemi në organizatë, pastaj dul struktura re, kryesia re, edhe mu ma ofroi zoti Kucati detyrën e kryetarit, për të cilën e falenderoj për besimin e dhënë. Pastaj jemi ulur dhe kemi diskutuar cilat janë prioritetet e organizatave veteranëve të luftës, e konkretisht në ballafaqim me këtë padrejtësi që u bë ndaj ish-kreve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që po gjenden sot në Hagë, dhe disa tjera probleme që i ka organizata me të cilët ballafaqohet çdo ditë ndoshta.
në mesin e këtyre 3 shqetësimeve tona që i kem pas, kanë qenë po padrejtia që po ndonë gjykatën speciale, po edhe disa të tjera, për shembull kemi rastin kur ne si organizatë e veteranëve të Luzës ka kohë që kërkojmë ligjin për mbrojtjen e vlerave të UÇK-s, gjithë cilën ndoshta siç i dash me kërku asnjëherë, do të thotë se UÇK-ja s'ka nevojë të mbrohet tek e fundit për popullit vet. Megjithatë jemi të obliguar për shkak shumë fyrjeve që po i marrim çdo sistematikisht. Edhe një kërkesë tjetër e jonë që është e treta, falni, është e kthimi i pensionit të veteranit me konë baraz vlerën e pagës minimale në Kosovë, gjë cilën na mohu një drejtë të tillë nga lëvizjeve vendosin atë kohë që i boni bashkë votat me listën serbe dhe na largun nga rritja e pensionit. Ishte në incizim komunikimi mimoz akusari Lilës me terroristin Milan Ardojqes pikërisht për këtë temë. Sakt në gjuhën e luftarëve thojmë LVV-ja në këtë rast i boni pushtë bashkë me listën serbe, ja u kthyn luftarëve të lirisë. Kështu do themi ne në jargonin tonë. Megjithatë, me qenë se i vumë të 3 kritere ose 3 kërkesat tona, 3 punë tona që kena me bo, fillimisht kena taku liderët e partive politike, edhe jo kena tregu këto kërkesat tona dhe kena kërku mbështetje nga ta. Gjithë cilën e morëm këtë mbështetje. E morëm edhe për gjitha partive opozitore. Përveç vetëndosë. Përveç vetëndosë, që s'kem kontakt me ta që 5 vite më shumë, do të thotë asnjë lloj kontakti me ta se kem, edhe s'kishim arsye që t'i takonim për shkak se asaj që ndodhi të paga minimale, e plot arsye të tjera që kishim. Të gjithë na dhanë mbështetje, këto kërkesat tona, të gjithë, edhe i falenderojmë shumë. Edhe pastaj e tham, atëherë çysh po i qasemi? Po i qasemi në 2 rrafshe. Në rrafshin diplomatik, edhe në këtë rrafshin tjetër përmes protesta, nëse mundem të thonë rrafshin emocional, me ngrit vetdijen, me ngrit një farë mobilizimi qytetar, me i thonë jo kësaj padrejtësie që po ndodh atje. Fillimisht fillum shumë letra, shumë institucione ndërkombëtare, duke filluar prej zotit Grenell, fillimisht, pastaj organizata të tjera që ne mendonim që mundnim me pas në ndikim spaku monitorues, Amnesty International, organizata të tjera, kongresmenëve të tjerë, pastaj është shumë ambasadat tona që janë të akredituar në vendin tonë, është shumë letra për takim që këto shqetësimet tona me elaboru para atyre tani në këtë rast edhe me gojë. Juve ju kam prit thujse të gjithë diplomatët në Prishtinë. Po, shumica prej tyre, na kanë prit pothuajse të gjithë, edhe ka qenë është tepër e rëndësishme me thonë se në letrën që ne kemi dërguar paraprakisht për arsyeën e takimit, do të thotë ne kemi elaboru për çka dojmë të taku, gjë e cila kjo s'ka ndodhur si rastësisht dojmë një kërkesë për një takim çfarë do qoftaj, po kanë qenë të evidentuara çka është qëllimi i takimit. E me qenë sa ata pranojshin me bo një gjatë tillë, me diskutu këto tema për neve është tepër e rëndësishme, sepse e dishin qëllimin çka kemi bisedu. Pastaj edhe në takimit ne kur i kishim, gjithë cilën besoni ose jo, me respektin më të madh na kanë trajtuar ambasadorët e vendeve mike këtu. Me respektin më të madh na kanë dëgjuar deri në fund, pastaj ne edhe gjithmonë kemi lënë, është një praktikë që e përdorim ne, e përdorin ndoshta të gjithë. Ne lejmë edhe një letër aty në ambasadë që i thojmë i lusim ambasadorin këtë rast, a keni mundësi që këtë letër me deleguët e shtetit që ju përfaqësoni në këtë rast, ose të Ministria e Punëve të Jashtme, ose kudo qoftë ju, edhe një letër me kërkesat tona gjithmonë, duke folur për drejtat njerëzit që po shkelen gjatë procesit. Asnjëherë ty dash me provu me ndiku në drejtësi. Veç kem kërkuar drejtësi, kërkesa jonë është legjitime, edhe ata na kanë thonë që keni të drejtë në këto që ka i thuni ju. Sepse ne një zëri kështu nuk ka pas kundërshtim në shqetësimet që i keni ngrit. E që lidhen me respektimin e të drejtave të njerëzit, të një gjykimi në afat dhe sa më të shpejt. Letrat tona janë fokusuar, ne kemi dërguar për shembull shqetësim, kemi thonë për këto shqetësime që po ndodhin tani në këtë proces, ka reaguar për shembull janë sekura. Zoti Grenell, avokati i popullit tonë, që i ka pa këto shqetësime, i ka vrejt këto shqetësime. Prandaj kërkesa jonë është e kem cek edhe aty, edhe në letrën që kem dërguar të tjerëve që Kosova ka dhënë shembull i më të mirë në ballafaqim me drejtsinë ndërkombëtare. Do të thotë ne asnjë arratisun, asnjë person në kërkim ndërkombëtar si ka ndodhur me raste tjera në ish Jugosllavi. Po. Edhe ju kena thonë që me qenë se ne jemi tregu kaq gatshëm u ballafaqur me drejtsinë ndërkombëtare.
nuk ka arsye që ish-krerët tonë të USHK-s, të cilët leqe kanë votu gjykatën speciale, por edhe kanë lobu për themelimin e saj. Preja është doktor Recep Selimin, i cili s'ka votu. Do të thotë kanë lobu me ardhur deri te votimi i gjykatës speciale, sepse për akuzat të cilat janë thonë në raportin Dikmarti, ne kemi qenë tepër të pafajshëm, edhe me qenë që është ashtu, ne jemi të gatshëm ballafaqu sepse nuk qëndrojnë ato akuza. Absurde në fakt. Po, sigurisht. Si është trafikimi i organeve. Edhe trajtimi i tyre ka qenë niveli më të mirë të mundshëm, tani pastaj kem pas raste kur kem shkuar te ambasadori ka thonë po do marrë më vizitu edhe ju në organizatë. Domethënë kjo ka treguar të një fashënë që ne jemi me ju në çdo çka kërkoni ju. Po prapë kem qenë qartë, do të thotë kërkesat tona gjithmonë kanë qenë këto që po ndodhin gjatë procesit, po asnjëherë më ndiku në vendimin final atje. Edhe na kanë prit mirë, i falenderojmë prezamërsisht, ka qenë trajtimi më dinjitoz, nuk e besoj që ambasador kanë prit dikon ose kanë taku dikon të institucionet tona me këtë nivel që na kanë prit neve. Gjëja që nuk ka ndodhur më herë. Visar? Po tash duhet jashtëzakonisht shumë me vlerësu mendojnë punën e organizatës veteranëve të luftës, veçanërisht gjatë kësaj kohe dhe veçanërisht për këtë temë, sepse na kemi diskutuar disa herë, domethënë përballja në Hag nuk është vetëm përballja e individëve, është përballja e Kosovës për me mbrojtë historinë e vet dhe drejtën për mëshiru. Unë mendoj që gjithashtu mundna me përmbledh çka po ndodh atje. Dhe e dyta, po natyrisht kjo përballje do të më bëj me mjete ligjore, natyrisht që Kosova nuk duhet me dalë kundër drejtësisë, po Kosova dhe populli i Kosovës ka përbërgj ndaj vetës mas pari me dalë kundër padrejtësisë. Dhe këto ka organizuar organizata e veteranëve të luftës. Unë mendoj që kjo është këndesh me qenë organizim i krejtë shoqënisë. Po jashtë që ju ka ra juve me bëu këto, dhe unë mendoj që e keni bëu mirë. Veçanërisht mendoj unë që keni arrit me bëu një lloj kështu unifikimi interesant të spektrit politik për këtë çështje. Përjashtimisht vetë vendosur duhet kisha më thonë qeverisë. Po këtë tjerat në një farë mënyrë kanë dhënë kontributin e vet individ brenda partive politike që jo domosdoshmërisht janë pasi si të afërt me ekranin e luftën të kaluar, që mendoj që e jep që të porosin shumë të rëndësishme të njerëzve që marrin vendime në Hag, që janë prokuror, gjykatësit e kështu me radhë, e të cilat vendime marrin në emër të popullit të Kosovës, më ka thënë që populli i Kosovës nuk e duron padrejtësinë dhe nuk e pranon padrejtësinë. Kur ka dënime meritore me vendim gjykate, ka dënime meritore, po ta veç pse është një gjykatë e cila është e përbërë nga ndërkombëtarët, nuk do të thotë që nuk duhet me e këshysh ka po vetë. Se besim verbër nuk mosh me dhon kërkojna. Dhe në këtë drejtim, konsideroj që ju kisha inkuraju fort me vazhdu këtë përpjekje, edhe uroj që Kosova me pas një qeveri e cila bëhet pjesë e kësaj. E kësaj përpjekje, sepse mendoj që kur të kemi edhe mbështetjen institucionale prej kuvendit e drejtë të qeveria, siç për shembull e kemi fatmirësisht mbështetjen e kryeministrit të Shqipërisë, atë mendoj që natyrisht kapacitetet shkojnë të urrit edhe efekti është shumë më i madh. Për shembull, se kuptoj pse institucionet e Kosovës këto 4 vjet, 5 vjet sa u bën, nuk kanë insistuar me pas monitorim të pavarur që po kërkoni të procesit gjyqësor, të organizatave me renome. Pse nuk duhet me pas një qësi monitorimi? Kjo nuk e pengon procesin e drejtësisë. Na duhet me ditë çush po trajtohen Hashimi, Kadria, Rexha, Jakupi, Saliu e të tjerët në atje. Dhe pra po them, nuk është kjo çështje e individëve. Pavarësisht kush janë ata, na duhet me mbrojtë të drejtën tonë, edhe mos siguruar që qytetarët e Kosovës nuk mund të në përkëmbë. Rreth 80% seanca atje kanë qenë të mbyllura për publikun. Ne nuk e dim çka ka ndodhur aty. E procesi gjyqësor duhet të jetë transparent. Kjo është parem i drejtësisë, në mënyrë që ta shoh publiku se kur shpallet aktgjykimi shpallet në emër të popullit. Dhe kur shpallet, si mund shpallet në emër të popullit kur populli nuk e ka pasur se çka ka ndodhur atje. Ja kemi pas një rast shumë të thjeshtë që kemi pas gjithë. Edhe mendoj që unë me sa konvreti ka prek gjithë. Kur ka qenë Hashim Thaçi, është presidenti, në vizitë babanin djerë tash, që ka pas në spital. Qysh ka reagu polici kur doktori ka përshëndet presidentin Hashim Thaçi. Të më dha edhe përshëndetje. Tash ti thu, unë e kuptoj që kjo është në akuzë dhe i parë burgosur, po ti pe man si peng. Çka është kjo s'ki drejt me fol me kërkan? Në fakt, tash në shpesh ballafaqohemi se neve na thojnë edhe ndërkombëtarë kur i takojmë na thojnë se kjo gjykatë është e juaja, ju keni votu. Edhe në farë forme na thonë që ne jemi mas pakti fajtor për një gjatë tillë. Po, ne të bëjmë presion, të detyrojmë, pastaj të fajsojnë. Po, se ju e dini që kjo gjykatë është me lumë bazë një marrëveshje. Shumë mirë. E nëse që kuvendi i Kosovës që e ka themelu,
sot inicion një procedurë të shfuqizimit të saj, çka thonë ndërkombëtar? Sigurisht i kam thonë jo, mos e bëni një gjë të tillë. Megjithatë, që ishte e tepër kjo provë që kanë ishte shumë e tepër, do të thotë ky është unë e konsideroj edhe më gjas duhet të jetë real, është filtri 4 që i bën luftës tonë për shtyrëm. Zot me harruas njëra faktin në vitin 2000 dikon, ju në mush burgjet me ushtarë të ushtriqimtarë të Kosovës besa me udhëheq. Në atë kohë e moni me në kohën e mikut kënë se për krimi lufte. Pastaj na thanë, ndoshta, jo, mas pasoj është gjykata për krimin e ish Jugosllavi, ku trajton zoti Aradina i Haga, zoti Lima e plot bashkëftarët tonë tjerë atje. Pastaj na thanë, ndoshta me unë mikun edhe s'ka qenë bash ashtu siç duhet e ashtu, që tash një gjykatë tjetër i mikse e Ulekse edhe pak kosovare ashtu, plot komandant ushtriqimtarë të Kosovës bile ka qenë i lajm dikun gjithë shtabi i përgjithshëm gjindën në burg. Po, e vërtetë. U gjykune o dënun. Në gjitha këto disa u dënun, disa u lirun. Sigurisht, ky është filtri 4 që i bën ato që ka. Mos harroj asnjë një fjalë me zotit Haradina në kuvend pa thon, a ka qenë dyt në kohën kur votua dhe gjykata, pas ka qenë UÇK-ja që duhet pastrohet edhe për të katërtën herë, gjë që ishte tepër pa drejtë që i bëhet vendit tonë dhe luftës tonë për shtyrëm. Megjithatë, ajo votua në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Kjo gjykatë sot nuk vepron frymën kushtetuese të vendit tonë asnjëherë. Do të thonë, nuk ka ligj, nuk ka nënt ligjit që e thotë që i paraburgosi mund të qëndrojë deri në 5 vite paraburgim. S'ka. Këtë ka thënë kryetarja e gjykatës Trëndafilova në një intervistë te Adriatic Kelmendi në Rubicon në fillim të procesit, ku thotë që më shumë se një vit nuk mund të rrinë në paraburgim. Vetë ka thënë. Po. Dhe tash kemi vitit 6 që janë paraburgim. E mos flasim për shumë shkelje drejta të njerëzve që ndodhin brenda aty, që tha edhe visari, rasti kur ti s'ki mundësi mja hull një grush dhe prindit tanë këtë rast, që atë di që të des. Sepse nuk ka ndodhur vetëm babaja shimthar që këtu kanë ndekë edhe bashkëtorëve tonë tjerë familjarë të ngushtë, edhe veselit të dy prindë. Prandaj ne gjithmonë jemi thirrë në këto në shkeljet e drejtat njerëzit, asnjëherë të dosh me ndiku në epilogin përfundimtar, edhe për ata dhe jemi trajtuar me respekt. Prandaj ju dini që ne kemi pas takime edhe në parlament. Cili është takimi më i rëndësishëm që keni pas deri tash para se me fol pak për protestat? Më i rëndësishëm për ju që me thonë kemi pak goj hapun me diskutimin, me mënyrën, me njohjen e Kosovës, luftës tonë, të drejtës për liri. Takimi i parë ka qenë në Parlamentin Zvicran. Edhe nuk është bashkë lehtë një ushtar i UÇK-s me hyrë në Parlamentin Evropian, si ushtar i UÇK-s, si politikan po, ama si ushtar i UÇK-s më shku me trajtu një temë të llojit tillë, sepse drejtësia ju e dini që trajtohet sidomos për europianëve, do të është janë tepër ndihshëm këtë aspekt ata. Ka qenë tepër rëndësishëm. Me një deputet e Parlamentit e Zvicran aty, Reto Nause, edhe në ka trajtuar me respektim më të madh, sepse njëjtë edhe Kosovën, edhe gjendjen aktuale në Kosovë, po edhe gjatë kohës luftës kishte informacion të mjaftueshëm. Pastaj njëri prej takimeve të rëndësishme kanë qenë në Parlamentin Evropian, e kena hek zit e vullhinit që thonë një fjalë popullit me hymrana, edhe me taku zotin Mandel, këtë rast ajna pret kjo aty, ka qenë njëri prej takimeve më të rëndësishëm. Eurodeputeti austriak, Organizata e Veteranëve të Luftës në këtë rast përfaqësues të saj me hyrë në Parlamentin Evropian me diskutu për këto tema në Korçani i vogël, do të thotë. Pastaj sepse është pikërisht ky parlament i cili nxori një rezolut për themelimin e gjykatës speciale. Sakt. Ideja që na më prit aty. Pastaj na njoftoi edhe me delegacionin kroat, që ishte një Karlo Ressler, ishte udhëheq i delegacionit kroat, i deputetëve, anëtarëve të parlamentit aty, edhe ata me respekt i trajtuan, na me letra shkojmë. Nuk shkojmë krejt kohët edhe ato që ka flasim gjithmonë kemi letrën e kërkesë. Ju dini që pa kohët fëmia, nona nuk i jep gjë, ajo shpreha që është. Edhe na gjithmonë lëmi letër aty një kërkesë, që më na respektu që ato që ne themi, jo vetëm me gojë, po që edhe një letër me veti. Do të thotë patë mundësi që me takuar deputet tjerë aty, po kjo është më e rëndësishme që ne takuam zotin Mandel, që e falenderojmë për asaj, po edhe vizita fundit që kishim po mënoj jashtë vendit, që është kjo në Vatikan, ishte tepër rëndësishme për ne, do të thotë. Ishte ne takuam njëri për njerëz që edhe papat ndrohen, po ky asnjëherë. Do të thotë ky është një këshilltar i papës Vincenzo Paglia. Ky është edhe arcipeshk i kishës mbrana në Vatikan.
të tepër njëri i rëndësishëm. Ishte presidenti Akademisë Papnore për jetën. Do të thotë me shkutje në Vatikan sot me trajtu temat e drejtësisë. Me fol për luftë, me fol për diçka që ka ndodhur, kjo nuk është që qaq lehtë mundesh me depërtuar vërtet. Po fatmirësisht sa e di unë ju ka premtuar se ai do të shkojë për vizitë në Hag. Ai kishte njehte Kosovën shumë mirë, e njehte gjendjen edhe para luftës, edhe kishte pas kontakte edhe me zotin Ibrahim Rugova në atë kohë, pastaj njehte Thaqin personalisht, edhe gjithë liderët tonë. Personalisht i njeh edhe vet. Edhe gjatë komunikimit që kishte me Toni Besaj shumë të hapur, shumë miqësore, domethënë që ndoshta s'na kishte ndodhur asnjëherë dikon tjetër. Ai tha që me kënaqësi do të shkoja edhe në vizitë, nëse ma mundsoni, sepse në ato procedurat kur më bë kërkesën fillimisht, edhe nëse më me thonë, ai tha unë ndoshta si shkoj me bë unë kërkesën, po shkoj mirë ata me bë kërkesën për shkak pozitës që e kam. Me bëni ftesë. Po ftesë. Edhe me qefi më ku më shku me vizitu, edhe besoj që vetë fakti që unë shkoj në vizitë do të jetë një lajm interesant. Sepse unë e njoh pastërtinë e luftës tu. Pa i besonte në sigur. Po, pikërisht. Se nëse nuk beson, s'un ta bindesh. Ja, e besonte pastërtinë e luftës tonë për Shqirem, edhe i dinte proceset qysh para luftës, edhe prandaj tha me kënaqësi do të shkoja në vizitë, edhe me gjas është organizuar një vizitë shumë shpejt, ka gjasa 110 orë ndoshta. Më ndodh kjo vizitë, po për neve ishte tepër rëndësishme sepse ai e njehte gjithë procesin, do të prej para luftës, kishte qenë involvuar edhe një kjo situatën tonë vend. Edhe konë njëna prej vizita më të rëndësishme ose mikpritja më e mirë që na ka ndodhur ka qenë në Vatikan. Po ta bëj një pyetje. Është drejtë jotja deri ku do më përgjigj. Besoj e di që ju ka fol për Ibrahim Rugovën, njohjen me të, personalitetin e tij. Ju ka fol për Hashim Thaqin. Njohjen me të, personalitetin e tij, kontributin, po edhe për Albin Kurtin, për shkak se është kryeminist. Çfarë ju tha për secilin? Për zotin Rugova, në tha që unë kum pas komunikim para luftës kur ka ndodhur ky arsimi paralel të ne, tha, unë tha negociova tha marrëveshjen në atë kohë. Isha tha pjesë e marrëveshjes. Në 88-ën marrëveshja e Shënexhidios. E cila nuk u zbatu. Nuk u zbatu, po tha isha pjesë. Do të thonë, kam qenë tepër i involvuar në temë. Për zotin Thaqi tha fillimisht tha, në qenë se kisha tha këtë raport me zotin Rugova, tani ishin dy pole krejt ndryshme. Në takimin e parë e dytë nuk ishin as miqësore, sepse unë ja tregoja në fytyrë që unë e kam mik. Ibrahim Rugova. Po. Edhe me pastaj tha u bëm shumë shok. Edhe tha sora që hynte tha në ngjyrën time këto, tha më thonë ku ki Ibrahim Rugovën, tash po më do më shumë. Megjithatë ai kishte një respekt veçantë për dytë atë, nuk ka dilema tjera. Jo, nuk mendoj njëjtë për zotin Kurti. Pse nuk mendoj njëjtë? Kom të drejtë me thonë me ful në emrin tij, tha po ardhmja juve, tha, e shtetit juve edhe qytetarëve të juaj. Nuk besoj që ka më qenë ndritur me këto udhëheqje çfarë ka shteti juaj sot. Frekshme, Besa? Që përveç se shumë shqetësuese është që unë që kam vërejt për shembull nga përvojën time të modeste kur flet me diplomat shumë rrallë njerëzit e përdorin një lloj si gjuhë ka shi dikujna. Sepse gjithë janë të kujdesshëm. Pra do të më kuptoj që kur një diplomat një përfaqësues në shteti tjetër bëhet kaq, si më thon, shtoj drejt për drejt për një çështje saktuar, problemi është shumë i madh, se të voglin e kamuflojnë me gjuhë diplomatike. Fatkeqësisht mund ka rënë me dëgjuar për ambasadorëve të tjerë në qësi vlerësimi për qeverin Kurti, që mendoj që është shumë shqetësues për popullin e Kosovës. Po kështu në këtë përvojë që e keni pas gas edhe në këtë punë që e keni bërë, veçanërisht ka shi procesit në Hag. Cili ka qenë qëndrimi i institucionit? Ne kemi pas disa deklarata për shembull të zotit Konjufsa kur ishte kryetar parlamenti, pas vizitës në Hag, që edhe ai ngriti çështjen e nevojës për me kriju një lloj monitorimi tash kështu. Zonja Haxhiu si ministre, po ashtu e ka përmend, po a ka diçka për te këtyre llafeve apo jo, është shumë shqetësuese visar që në takimet që ne kemi pas edhe jashtë vendit, po edhe këtu me ndërkombëtarë, me personalitete ndryshme ndërkombëtare, na kanë thonë një farë formë, na kanë lënë me kuptu kollë që na kanë thonë direkt, që jeni të parët që vini me një copë letër, po kërkoni diçka lidhur me këtë temë. Në vendin e juve, në Kosovë, prej Kosovare, prej kësaj shoqënie, prej institucioneve, jeni të parët që po na shtyni me trajtu diçka të tillë. Besoni ose jo, do të thotë na kanë lënë me kuptu që kur kush me këta njerëz nuk ka folë për një gjë të tillë.
Do të thonë hapësirë ka, po vetë se kanë ngritur grosh. I betohem kështu na kanë thonë, edhe na kanë lënë me kuptu, por edhe na kanë thonë direkt që shumë mirë që një orë mu interesu edhe për njerëz të ju, për ata që kanë luftu për vendin e ju edhe kanë udhëhequr institucione. E prandaj fakti që ne ndoshta ishim parët, kjo na bën ne mu shqetësu, sepse institucionet nuk janë marrë me këtë punë, hiç. Fatkeqësisht do të thotë. E tashti këtu kërkesat tona ne jemi organizuar qeveritare me statut. Në kush që kemi qaq shumë fuqi, mo fatkeqësisht shteti jonë asnjë gjë nuk ka bën në këtë drejtim, do të thotë që në far formë në hap rrugë edhe neve. Tash kemi pas pyetje e me këto protesta ju që i bëni, a pas ka mundësi me ndiku negativisht. Edhe ne kemi qenë gjatë këtij kohës në bashkëpunim me mbrojtjen atje. Edhe ata na kanë thonë, po edhe me ambasador, kur kemi pas takim protestat paqësorë, është e drejtë juaja që u lejon kushtetuta, jo vetëm ju, por në çdo vend botës, do të thotë, përderisa ju kërkoni diçka që është legjitime, edhe vazhdoni ju bë. Edhe përderisa nuk asnjëherë nuk, sepse ne kishim protestë, pastaj takime protestë, pastaj takime me personalitet të ndryshme, ne menduam që paralelisht e kem sensibilizuar qytetarën e vendit tonë ose çdo shqiptar kudo që ka jetuar në këtë padrejtësi që po ndodh. E prandaj jena të vetmit, fatkeqësisht, jena të vetmit që kemi ngritur këtë shqetësim. Edhe në për këto dyrë të Evropës e të botës, gjithë cilën është ai dashur me bo shteti. Një takim veçantë që keni pas është me ambasadorin e Republikës e Turqisë në Prishtinë. Një diplomat karriere. Dhe sa e di unë, kjo ju ka bërë shumë përshtypje. Nuk duhet të harrojmë se Turqia është shtet i fuqishëm, është aleat mik i Kosovës dhe ka ndikim jo vetëm këtu në rajon, po ka ndikim global. Si ka qenë takimi me të dhe si është qasja e Republikës së Turqisë në raport me këtë proces? Histori është shumë i vjetër edhe në politikë, kjo e kupton, jo gjitha gjonat thuhen me gojë. Natyrisht, unë nuk... Disa gjeste të vogla e bojnë atëfar të japin mbështetjen ose të japin kundërshtimin. Cilat janë të gjeste? Në takimin që kishim do të thotë është njëra prej ambasadës që na ka prit mas shpejti, kur i kem dërguar letër, aty shumë kohë, shumë shpejt i kena taku. Po që ka qenë e rëndësishme ka qenë se kjo letër që ju keni shkruar, se e lexoj para nesh, që më ju drejtuar në institucionet mia vendit që unë e përfaqësoj, është tepër e mirë, shumë rregull, keni drejt, po tha jo duhet mi bëj letër tha për ministrin e punëve të jashtme të Turqisë, zotin Hakan Fidan. Tha se unë do të dërgoj, po tha drejtojani atij. Edhe ne u gëzuam shumë. Tha por ka diçka tjetër. Tha mona, zoti ambasador, tha letrën du marrë te ju. Në zyrën e juaj. Shumë ke rëndësishme për neve, një ambasador morë me në hap derën, edhe me pranu një letër të tillë, do të thotë për ministrin e punëve të jashtme, ju dini fuqia e zotit Hakan Fidan në diplomacinë e jashtme të Turqisë atje. E prandaj për neve kjo është një tepër një shtyme që vazhdoni me e bë këtë punë. Sigurisht gjithmonë që në çdo dy rrafshi që kemi bëna protestë paqësore gjithmonë, po edhe në aktivitetin tonë që kemi në rrafshin diplomatik, sepse në rrugën e duhur, nuk keni të bëj kur gjë keq, po kërkoni diçka në të vërtetë juve që ju e keni bën gjatë aktivitetit juve në vitin 89, gjatë cilës mundet me mohu askush. Dhe si rezultati i saj ne jemi të lirë sot. Zoti Sylla, ju po ashtu keni pas protesta, i përmenda në fillim, në Prishtinë, që është njëra prej protesta më të mëdha që ka ndodhur në këtë vend, në Hagë po ashtu, në vendin ku po mbahen dhe po gjykohen drejtuesit e UÇK-s, Strasburg, në vendin e Parlamentit Evropian, i cili miratoi një rezolut që i hapi rrugë krijimit të një gjykate për trajtimin e akuzave monstruoze të ish senatorit tashmë të ndjerë Dik Marti, pastaj në Tiranë dhe në fund në Shkup. Si ka qenë organizimi gjithë këtyre? S'po flasim për Prishtinë, se natyrisht është shumë më i lehtë në Prishtinë, por ta zëm në Hagë, në Strasburg, në Shkup. Hiç e lehtë, duke pas parasysh faktin që qeveria e Kosovës ka vendosur që ne mos më na trajtu fare. Nuk ka qeveri pas luftës në Kosovë që nuk ka nda një buxhet vogël që quhet për funksionim të organizatës.
s'ka asnjë qeveri, do të thonë veç kjo e Kurtit e fundit. Ju ka ndalu, Po, që 5 vite. një praktik se ka qenë. Asnjë euro për një lule, për një varr dëshmori, kur i kem ditët tona që i kujtojmë, ose qoftë për një lule, për një varr, një veterane që po na vdesin çdo ditë, në bazë statistikës që e kem, mesatarja e vdekjes veteran është 1 në ditë. 1 në ditë. 1 në ditë, sepse ne kujdesemi që me organizu ceremoninë martore përmes ushtrisë tonë, me ndërime ushtarake. 1 në ditë e kemi mesatarën. 0 buxhet. Edhe ideja kur kemi filluar protesta ka qenë hajde të bëjmë një organizim, të qesim bashkëftarët tonë, që ishte ndoshta ideja ju lutëshim që na dalin 4.000 vetë, eventualisht 5.000, kaq. E megjithatë kur e shpallën protestën, toni ndodhi ajo që tha Visari në fillim, mbështetja. Mobilizimi. Po, dolëm krerët tash se ne veç e kishim shtru pak rrugën, kur i kishim komunikuar ata më herët. Edhe që ishte ideja për na bashkangjitnin që të rrugtimin tonë që kemi tash si mision, nëse mund na mi thonë mision, pastaj reagumin e liderët e partive politike, përjashto këtu gjithmonë lëvizjen e vendosje, plot edhe tjerë kombëtar, njerëz VIP, plot e mbështetën protestën, protesta dul jashtë parashikimeve tona, do të thotë nuk i kanë zonë sheshë, ju dini sa madhështore ka qenë ajo protestë. Prandaj ishte ideja sepse në janar këtij viti kur ulëm që thash edhe më herët ne bënim fare agjende. Çish po qasim, që po bëjmë na këtë vet, çish po veprojmë, ku kemi bërë protestat, ku kanë me pas ndikim, ku jo, ato të jenë protesta qeta, a mos po na infiltrohet dikush me prish. Gjithmonë jam me këtu. E na gëzu kur ka përfundu kjo e Maqedonisë. Që gjithmonë na tut që ka me marr dikush aty, ka me përvu na bënë skandal që s'kishim qef na, sepse tek e fundit fatura e shkonte në Hag. Dhe një faturë neve, për neve... Rreziqet më e keni pas. Hagen, shumë. Hagen, Edhe në Kosovë. Strasburgun, Edhe në Kosovë. edhe Shkupin. Megjithatë në Kosovë jemi këtu, nuk është hera e parë që ka pas... Prapë jena përgju shumë. Pastaj tani ka qenë ideja e kur ndodhi kjo në Kosovë, u mobilizu mërgata shumë. Shumë kur e pëm këtë mobilizim mërgatës, neve thamë atëherë ne po vim po zhvendosemi edhe në Den Haag për një protestë tjetër, fatmirësisht shteti holandez në nivelin më të mirë detyrës. Si kanë dërguar kërkesën, na kanë trajtuar s'ka qysh më mirë, domethënë. Ndodhi pra ajo. nuk ka asnjë vrejtje për shtetin e Holandës. Vrejtje, do të thotë në nivelin më të mirë të mundshëm. Edhe na kanë një farformë na kanë falendëruar pas takimit të protestës, na kanë thonë se kjo gjykat nuk është vetëm për juve. Këtu na trajtojmë, kemi gjykime plot për lufta të tjera që ndodhin në botë, se çdo kanë gjenezën, atë që ndodh ajo gjykimet. Në fakt edhe tu kemi protesta dëmshme shumë për tjerësve, për palëve tjera, mos si Kosovë, si kosovarë kanë dhënë shembull më të mirë. Edhe na kanë falendëruar për një gjatë për një qytetari. Keni marrë një letër. Po, sakt. E pastaj tani na zhvendosin në Tiranë, ishte ideja me mbledh këtë shqiptarët në sheshin Skënderbej në Tiranë, me keni posa madhështore, tiranasit na thanë që asnjëherë ky shesh nuk u mush me kaq shumë njerëz, me kaq shumë zera, në këtë rast kundër asaj padrejtësie që po ndodh atje. Pastaj ishte ideja e Strasburgut, në Strasburg ne patëm një qëllim, diskutuam edhe me zotinistin Gucati, aty e tham donim të bëj pak mikse këtë punë, dyqysh pak protest, pak diplomatike. Fillimisht ne menduam që të gjithë anëtarëve të Asamblesë së Këshillit të Evropës, aty ku ishte votuar raporti Dick Marty që më vonë përfundoi në themelimin e gjykatës speciale, t'ju dërgojmë këto letrat me shqetësimet tona. Edhe 285, sepse disa parlamente ju keni të drejtë, por ende nuk ishin konstituuar ata vetë atje dhe nuk ishin dërguar delegatët e tyre atje. E prandaj ne identifikuam 285 anëtarë të Asamblesë së Këshillit, të gjithë ju kemi dërguar fillimisht në formë elektronike, pra përmes e-mailit, por simbolika është që ne edhe fizikisht i dërgojmë para asamblesë aty. Me zarf. Për secilin veç me emër dhe mbi emër, do të thotë. Edhe aty kalum tepër mirë, domethënë shteti francez u kujdesi lere mo për mbarvajtjen e protestës, por na thanë edhe parkingin për protestuesit ja ku e keni. Do të thotë na sigurojnë edhe parking. Çaq trajtim serioz dhe me nivel më të mirë të mundshëm. E pastaj është edhe kjo protesta fundit që ndodhi në Maqedoni. Keni marrë letra kthyese prej kemi marrë prej disa eurodeputatëve, nëse po ç'a thuhet në to? Po, kemi marrë letra, jo vetëm që na kanë thonë faleminderit shumë për adresimin e juaj në adresën tonë për shqetësimet që i thoni ju, ne do të kujdesemi që do t'i trajtojmë me seriozitetin më të madh shqetësimet e juaja tani në shtetet tona që i përfaqësojmë. Do thotë kanë qenë tepër të rëndësishme sepse zoti Kurti përmend një letër një herë, a 285 po flas vetëm për një ditë.
I keni dërguar. Ama këtu kam një listë gjatë personaliteteve edhe të institucioneve që ju kanë dërguar letra, do thot me këto shqetësime që i cekim zakonisht. Prandaj edhe protesta në Maqedoni, edhe pse me disa tensione të vogla zoti. Maqedonia ka qenë me shqetësim për shkak të ndrrimit të pushtetit atje, partitë politike shqiptare në qeveri ishin kundër, kryeminist sentimenti antishqiptar. kryeministri i Maqedonisë në fillim pati pak dilema, megjithatë u miratua, u mbajt protesta pa asnjë incident. Shqetësime kemi pas shumë në qytetin me deklaratën e zotit Miskoski, kur ata që nuk e përkrahej diçka këtë protestë, megjithatë na kishim kërkuar përkrahje prej tij. Ne kishim dërguar një kërkesë për mundësinë me na dhënë shfrytëzimin e hapësirës publike gjatë cilën e bojna me gjitha shtetet tjera. Edhe u vonu me shumë se 10 ditë. Pastaj në këtë 10 ditën e fundit i vinte, ai dha deklaratën, na shqetësoi pak, edhe ne u obligum që me shpall protestën. Ne thonë zoti Miskoski, ne do të marrim pjesë në protesta ka më ndodhur, po lutem, atë nuk kemi arsye na me pas eventualisht në konflikt mes dy shtete, ku janë dy shtete pavara, e keni njohur Kosovën në kohë reale. Shtete miqësore në fund të fundit. Kemi marrëdhënie bilaterale me ta, do të thotë ne funksionojmë edhe aspirojmë me qenë nesër pjesë e familjes europiane të dyja shtetet. Do të thotë prapë të ardhmen e kemi përbashkët diku atje. E prandaj ajo ngut me gjas u ndiku pak për politikës brendshme atje. E dini ajo përqamja e shqiptarëve mes Ali Ahmetit edhe këta shqiptarë që janë pjesë e koalicionit blend që udhëheqin me institucionet e Maqedonisë së Veriut. Kur ne e them në konferencë për media shpejt që organizohet, i treguam të shqetësimet nesër më ne na ka kthy përgjigje që sepse ata ju thonin aty në bashkëftarëve tonë atje që ishin pjesë e organizimit tonë protesta atje, jeni në pritje të kërkesës juaj për përgjigje. Kur ndodhi kjo konferencë, shtyni pak. Atëherë zoti Miskosi me gjas edhe institucionat atje që janë lokale, Shkupi këtu, më herë na dha lejen për ashtu. Edhe duke pa këtë ideja e mundësia në ndonjë incidenti atje, reaguan institucionet e Maqedonisë së Veriut edhe megjithatë kujdesen edhe për mbrojtjen e saj. Kësaj proteste, gjë për cilën falenderojmë, qysh i falenderojmë edhe shtetet tjera që kena mbajtur protestat jashtë vendit tonë. Megjithatë fatmirësisht kaloi qysh është më mirë, do të thotë pas një incident, ata që kanë pas dëshirë me pa një incident nuk ju doli ashtu, do të thotë matematika, fatmirësisht kalum qysh është më mirë edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe si në këtë vit do të thotë me protesta kemi përmbyllur si vit kalendarek, do të thotë me aktivitetin tonë që kemi pra emocional, nëse mundna me thonë ose sensibilizues me protesta është mbyll këtë vit, në rrafshin diplomatik, e gjasat reale janë që do të jem prapë po tash jo në Parlamentin Evropian, po tash do të jemi në Këshillin e Evropës, po presim një konfirmim për disa deputetëve që janë anëtarë të Asamblesë Këshillit të Evropës, edhe besoj që shpejt i bëjmë publike ato takime që kemi, po këtë vit do të përmbyllim kështu me protestën e fundit Maqedoni. Jemi në fund, zoti Sylla, në fund të këtij bashkëbisedimi, çfarë pret në fund nga kjo gjykata? Kërkesa jonë kur ne kemi në raport me zotin Thaçi dhe të tjerët, sepse për Sali Mustafën, tashmë është aktgjykimi i formës spreje. Kur ju thash më herët kur kem taku partitë politike, në këtë rast ideja ka qenë që ne me marr besimin ose me marr mbështetjen e deputetëve përfaqësues të atyre partive politike që janë në parlamentin e kuvendit tonë, në kuvendin tonë në këtë rast. Edhe ideja gjithmonë të na është prapë jo asnjëherë më ndërhyjnë drejtësi, jena për drejtësi gjithmonë, edhe po kërkojnë monitorim të saj. Pse parlamenti, në këtë rast, visoj ka qenë vetë deputet, sepse parlamenti jonë ose institucionet tona mujnë me kontraktu një institut të pavarur ndërkombëtar që monitoron gjykimin ndërkombëtar, që ka plot. Mos jemi vonë? Jo. Se jemi në fund të procesit. Jemi në fund procesit, por ka mundësi që ky institut ka me marrë me shiqu krejt që ka ndodhur prej fillimit procesit dhe deri tash. Në qoftë se do të ketë një monitorim të punës së gjykatës speciale prej themelimit të saj deri në ditën e sotme, jemi të bindur që bashkëftarët tonë do të kthehen pafajshëm në shtëpitë e tyre. Në qoftë se nuk do të ketë monitorim, sepse përpos të institutit që mundet me kontraktu shteti jo në këtë rast, qoftë parlamenti, qoftë Ministria e Drejtësisë, ka dhe forma tjera, institucionit që na ka bë presion me bë gjykatën speciale, ku u votu raporti dikmorit, mundet me kriju një mekanizëm atje, një komision për mbikëqyrjen e kësaj vetëm punës gjykatës asnjë gjë tjetër. Çysh ka funksionuar? S'do të më harru faktin asnjëherë, edhe s'kam çare pa përmend.
Për post të tjerë ato që ai dëshmitari e thotë që më kanë marrë që kanë i lop. Mos harroni faktin, në fundit, në këtë procesin. Prokuria i propozon gjykatës speciale një dokumentacion që e sjellin nga Shërbimi Shtetëror Serb, Ministria Punë ose që kanë posta BIA serbe që të qoftë ajo, edhe kjo komanda ushtarake për Kosovë dhe me të hiqë që kjo ka funksionuar atë kohë gjatë luftës së Kosovë. Prej këtyre 3 institucione pranon me gjykata me marrë atë dokumentacion si prova kundër i shkreve të shtishqimtarët të Kosovës. Kush janë këto 3 institucione, jo që nuk e din populli jon, po më thon. Jovica Stanišić ka udhëheq me Shërbimin Shtetëror Serb në atë kohë. I dënuar në hak. I dënuar me mbi 20 vite për krimin e Jugosllavi, përfshi edhe Kosovën. Sreten Lukić, shefi BIA-s serbe, i dënuar me mbi 20 vite për krimet e kryera në Jugosllavi dhe përfshi edhe Kosovën. Plot komandant udhëheq të kësaj komandës ushtarake që kanë quajtur garnizoni i Prishtinës shumë vërtet. Por këta u gjykun dhe u dënuan në gjykatat në Serbi, që Serbia themeloi në gjykat vetëm për krime lufte këndse në Kosovë me dalë, kishte më thonë Bashkisë Ndërkombëtare që edhe na themelojmë në gjykat, ai trajtuam këto krime. Do të fakti që kjo gjykat pranoi si prova këto dokumentacion që e dërgoi për këtyre 3 institucioneve, neve na lënë një farë bindje jo të mirë, sepse këto 3 institucione që i përmenda unë, me aktivitetin e tyre gjatë luftës në Kosovë, po edhe në Jugosllavi, mobilizuan faktorin ndërkombëtar, në këtë rast, që quhet NATO, ushtarak, me ndërhy, me jo parandalu aktivitetin këtyre 3 institucione, do të thotë. Tash, këto 3 institucione, a janë kredibile që ju i keni bombardu, do të thotë, ju keni parandalu aktivitetin, ju edhe i keni gjykuar, i keni dënu, me i trajtu si tilla tani provat e tyre si të mirëqena ose si. E prandaj kjo neve është për neve shumë shqetësuese, edhe kjo na është më dyshu që nëse nuk do të ketë monitorim të mirëfillt punës gjykatës speciale, fati i bashkëftarëve tonë që sot po trajtohen atje, që s'kan marrë ende verdikt përfundimtar, do të jetë i ngjashëm me 2 tjerëve që sot po vujnë dënimin atje. Uroj që jo, zoti Sylla, të falenderoj shumë që na erdhën në studio mua dhe Visarin. Përgëzoj për gjithë këtë punë, këtë aktivitet që keni pas, bashkë me kolegë tjerë, bashkë me bashkëlutetar t'juj në organizat, ka një ndryshim të jashtëzakonshëm edhe të qasjes edhe të veprimtarisë në të mirë të veteranëve të luftës, në të mirë të drejtësisë dhe në fund tu shpresu që në fund drejtësia do t'jetë për një me e drejtë. Për ata që janë të akuzuar dhe rrjedhimisht edhe për Kosovën, popullin e saj, që sot e gëzon lirin si rezultat i asaj lufte që ka ndodhur gjatë viteve 1998-1999. Mirë pafshim.